Kemi bërë investimin dhe mbrojtja e gjeneraturës. Është përfunduar i gjithë vepra, ka ndërhyje të tjera, pra si e kemi situatën në këtë moment. Bërë në 1.85 kilometra, është bërë 1.25 kilometra. Dhe janë për të bërë pjesa tjetër rreth 300 metra. Pra është faza e parë ka mbaruar. Faza e parë ka mbaruar. Cilësia e punimeve është shumë e mirë. Kjo tregon fakti që s'ka lëvizur asnjë milimetër gjenerator. Ka kalu prova. Po. E ka kaluar sa arriti vjetë batica rreth 2 metra këtu dhe kjo nuk ka pësuar asgjë. Kemi pas problematika në vite të tjera para se ne të bëshim investimin? Problematika e kësaj ishte rrezikimi i hyrjes ujit të detit në hidroporin e Butrindit dhe rrezikohet dhe kripshëria e tokëve bujqësore të gjithë fushës Zurinës. Sa tokë bujqësore mbrojmë ne me këtë investim? Pra bashkë me hidrovorin sepse gjithë 2300 gjithë se thua hidrovorit sepse është kanë Po pra, me mbrojtjen e hidrovorit. Është gati mbi 2000 hektar tokë bujqësore. 2300 hektar tokë bujqësore. Toka është në nivel dhe si e tillë nuk kanë dot kullon dot me vetë lirë me kanale që të rrjedhi këtu. Prandaj është hidrovori që e merr ande me pompa që e hedh në të kundër, kjo siç është bërë Kënet, se kjo vërsi Këneta ne ka qenë tokat e kripura themi ne. Do mbetesh në kanal. Në atë periudhë nuk ishin kështu, ishin tamam tokat kripura ishin, nuk prodhonin shumë, po shërbenin për qartësim bujqësor dhe shkripëzoheshin me gips. Po me gips. Veshin deri poshtë. Megjithatë, ky habitati duhet vendit dhe shumë mirë, por nëse neve nuk do bëjmë këtë hidrovori, dhe ky bërë të argjinaturën dhe të funksionojë hidrovori, ky habitat do shtohet do vetë deri në vrinë dhe më lart. Pra ujërat freatike që janë poshtë, ujërat e kripurat do vazhdojnë të shtyjnë dhe të shkatrojnë të shtoka. Pra paketa që ka bërë investimi i po ta them si bujk tani nuk ka asnjë ngarkesë tjetër. Paketa që bën e them me shpirt dhe me sinqeritet deri në qetë për këtë punë është pra ndërtimi i kësaj argjinature, thellimi i kanalit Vivari, paket dhe vazhdimi i pjesës tjetër të loke dhe ka kërja e kësaj pjesës tu lardhi e peshtimi. Mbi peshkimi. Deri nga sepse është shar atje dhe ujitja, sistemi i ujitjes që do vinë fush, do të bëjë që kjo paketë është e kurritor. Dhe gjithë këtë paketë investimesh që ne shkon deri ku te 20 milionë euro për këtë zonë bujqësore, për të mbrojtur tokat bujqësore, për të shërbyer në vaditje dhe për të kulluar tokën. Dhe ç'është më e rëndësishme që ne mbas 17 vitesh do të hapim edhe kuotat për midhjet, që është një lajm shumë i mirë për vendin, për Sarandën, për rrjedhimin e kanalit, Konispolin, për gjithë Shqipërinë, por është një vepër që na ndihmon në ekonominë vendase, ekonominë e peshkimit dhe strukturën tjetër pastaj që lidhet me hapjen e kuotave që ne do ta bëjmë me ministrinë për peshkatarët e zonës edhe ata që do të përfitojnë nga kjo histori. Por ç'është më e rëndësishme që tregu shqiptar do të ketë edhe midhjen në çdo tavolinë. Pra midhja jon do të jetë edhe shumë shpejt tani me gjithë standardet e pastër dhe ç'është më e rëndësishme që ne kemi një midhje shumë cilësore dhe standarde që jo rrallë e gjen në tavolinat e vendeve të europiane, sepse ka një veti që lidhet midis ujit të ëmbël dhe ujin e kripur që bën edhe pjesën e oksigjenimit dhe pjesën tjetër të kripës që i duhet edhe midhjes. Kjo lidhet drejt për drejt jo vetëm me prodhimin bujqësor në ekonomi, po edhe me turizmin, ku gjithë kjo zona këtu ka aktivitet shtuar çdo vit, prurje sa më shumë të turistëve, do thotë ka nevojë për shumë prodhim, për shumë konsum. Është gjitha efekt zinxhir, e cila investimet do kërkojnë prapë, nuk mbaron. Patjetër. Që ta bëjmë një cikël plot edhe investimin të kompletohet se cikël investimit e kësaj zone, sepse edhe hidrovori është shumë i rëndësishëm për gjithë mbarvajtjen e punës, sepse të thith komplet dhe kullon një gjithë kjo zonë, siç e thatë ju mbi 2000 hektar. Dhe krijon një siç jeni djali në dorë dhjetor, këtu ne kishim një sasi rreshje si gjithandej, po pa parashikuar. Ka ndryshuar klima. Nëse shiu na binte për 3 muaj, tani na vjen për 2 javë. Edhe krijon përmbytje, krijon probleme që ne duhet marrim masa që kjo historia e investimeve apo parandalimit në kohën e verës, që kur na vi dimri ne kemi një paraprim, siç janë gjeneraturat,
çare që kemi pas në zonë që ne i riparuam kohë rekord, por që ne duhet që të përgatitemi tani. Po bëjmë një paket investimesh me projekte ku kemi ne nevojë dhe ku duhet që të investojmë në gjithë Shqipërinë. Një nga këto është edhe hidrovori për investim që ta fusim në buxhetin e radhës.